Që po të pres. A e konti mrena? Bazı kişileri çalışırım ha. Anladın mı? Bazıları hissiyatı çok önemli. Është pak më ngusht edhe pak më ftoftë me dallukat e tjera. Gjatë rrugës keni kujdes me telefonat, me syzet e diellit ose me çka që është e vlefshme për juve, për shkak se nëse ju bin shumë poshtë nuk mundemi marr. Fotot, videot lejohen, po pa përdorimin e bisit, për shkak se mundet me pas lakonish. Edhe gjatë rrugës vetëm keni kujdes sepse ka rreshitse. Është e hapur. Ma përpara? Kështu e drejtë që të pjesë që to. Ajo që ujë ka kalu të pojë. A më dhe mendoj që sa ka kalua, po a më të mojë. Me shekuj. Me shekuj? Okej. Ta shumë sa shkullë me afekshme që mu mi me Ja. Okej. Atë galeria e shkëmbimve, kjo quhet kështu për shkak se gjithë ato shkëmbim që kishin në poshtë juve, para shumë shekujve efektojnë kohën gjithë me lart, po për shkak të rrjedhës së fuqishme të ujvarës që e keni pa ka keni ardhur, i ka bërë që këto musham, edhe me rrogësh njëra mbi tjetrën, ku tani shkëndijnë në 9 metra thellësi. Ujvara që e keni pa ka keni ardhur, para shumë shekujve burimin e ka pasur kjo shpellë, por naturalisht e ka lëshuar drejtimin e saj. Shpella është gjitha formuar prej ujit, pra është beqërore. Shpella është rreth 2 milion vjet e vjetër, por nuk dihet kush ka qenë personi i parë që ka zbuluar këtë shpellë. Në vitin 1968 janë bërë eksperimente të para kësaj shpelle, ndërsa në vitin 2016 shpella hap rreth të parë për vizitor, pra me drita edhe me shkalla siç po shohim tani. Mundem me vazhdu te galeria e tretë, vetëm keni kujdes me kokën tonale e gjatë. Si të mosone? A mos tash këtë lumi të rini barë. Po, Ku e ka burimin? ndonë tjetër të mali. A shkon hale shumë në alta? Nëse prekni që të më bajtë tonale e gjatë, se që më posë. E pa postë. Që në mo? E pa postë është drejtë. Ju burimi mund të në shumë e po dhe më thonë rruga që ura që kon aty, majtas për me hi dhe më thonë të shpellë, nuk shkoni një majtas shkoni në anën tjetër, Po. Zdi shërë Po, ishte një rrugë hydraj. qatë rruga është burimi. Dhe më thonë ishte se përdojnë një zotrinjë diçka më shkasës. Se ke sheja në edhe hyrëve që Qa që nuk kjo është ma shumë. Wow. Që në altë req? Tash një pyetje domthon këto gorë si the kanë rro poshtë. Po. A ekziston hala rreziku si Jo, për shkak se atëre jo i ka bu mërzu, dhe me thonë jetja fuqishme i varës, kur e ka pas burimin këto. Po tash e ka ndryshu këtë komplet rreve. Okej. Ta bëjmë dhe. Atëre kjo këtu galeria e tretë, ose ndryshe e quajtur galeria apo dhoma e lakurishave. Kjo quhet kështu për shkak se gjithë ato njollat e zezë dhe shpesheva të lartë, ato do më thonë janë bëme për lakurishave, ku e kam përfundu gjumën e tëre dimror, në për grupe shumë loja. Që të zë që të nalë. Po. Atje lartë mund i pa të shkamin e maje, ato i shkën stalaktite dhe stalagmite. Stalaktite janë shkamin që liten nga lartë poshtë, pikojnë ujë i cili përmbon karbonat kalciumi, edhe poshtë rikryjnë stalagmitet ose shkamin që liten nga poshtë lartë. 1 cm tëre rritet për 100 vjet, nga ato na kena mundu bazu që shpella 2 milion vjet e vjetër. Në këtë anën tjetër mund e pa këtë korridorin e thellë, i cili shkon deri në 90 metra thellësi. 90 metra. Ku është
105 liçene të vogla. Po, a? Do mund ka qenë dikush poshtë. Po. Pa praver, kur bura shrihet, sikur ka shumë rreshe të çut, ato liçene bashkohen edhe krijojnë një lum. Edhe lumi derdhet te kujvara që e keni pa më herë. Atje poshtë mundeni me vizitu përmes rezervimeve ku bën 2-3 ditë më përpara, shkoni me pajisje, me helmeta, me dorë, edhe me drejtë. Shumë të poshtë. Jo, te kjo është një rrugë tjetër. Është në rrugë tjetër. Mund të vazhdoj te galeria 4 dhe fundit, vetëm keni kujdes me kokën në anë. Zgjidhje më fatan shumë. Këto vitin e kaluar ka pas ujë. Jo, asnjë s'ka pasur lart. Asnjëherë s'ka pas ujë. Peshë ka ndryshur jetën të lart s'ka pasur. Pas, do për vitin e kaluar kur kom hy. S'ka pas do pjesa apo jo, hiç s'ka pas. Mos e gatru, jo veç po them kështu se na shtakon më atë. S'ka pasur, mos më shihet në shaj un kompakt me pak e mbushur me ujë puna që harosh jetë diçka më shkak kështu. Nuk ka ujë të ris si rjet yje. Atare kjo këtu është galeria e 4 apo galeria e fundit. Kjo ndryshe quhet galeria e vaskave apo bazeneve. Kjo quhet kështu për shkak se gjithë këto shkëmbinj që pishojmë këtu e kanë marrë fumën e një vaske natyralisht nga rrjedhja e ngadalshme e ujit. Këto vaska fillojnë nga 1 metër thellësi, edhe më tutja të lartë shkojnë 2 deri në 3 metra thellësi. Tek shkëmbi i madh këtu mundem me pa bashkimin e stalaktitit e stalagmitit. Kjo simboli i shpellës, ku e ka marrë fumën e një dore me gishtat e poshtë. Kjo është pashtë stalaktitit dhe stalagmiti më i vjetër që është gjetë këtë shpellë, i cila prafërsisht 2 milion vjet i vjetër. Te ajo ura atë përfundon vizita për vizitor, por matutje vazhdon 880 metra. Po, a? Po, e gjithë shpella e CC është rreth 3.6 km e madhe, e cila 3.6 km e madhe, e cila e bën atë të jetë e dyta më e madhe në Kosovë, pas Grullës së Madhe e cila gjendet në Rubov. Ajo është rreth 13.3 ose 13.1 km e madhe. Kjo është e gjitha, shumë faleminderit për vizitën, shpresoj që ka pëlqyer, faleminderit shumë edhe për vëmendjen. Atje do të thonë veç ata eksperta që shkojnë. Po, ande në Kiev. A kanë pa